Kjo është pamja e kodrës mbi qytetin e Laçit, pranë kishës është Nanot. Si pasojë e zjarreve të viteve të fundit, masivi pyjor është zhveshur nga bimësia, duke lënë pas vetëm trungjet e djegura, të cilat ende nuk janë larguar për t'i hapur rrugë rigjenerimit natyror të zonës. Kjo situatë vijon prej rreth 3 vitesh, duke u bërë shkak për fenomene erozive, si dhe përmbytje në pjesën e poshtme të qytetit të Laçit. Si zgjidhje më përshtatshme mbetet largimi i trungjeve të djegura në mënyrë që të krijohen kushte për ripyllëzimin e zonës. Është një thënie, unë lexuar kam, rruga tek shtëpia e Zotit duhet më mirë se sa shtëpia. Pra kjo është rruga që shkon ke shtëpia e Zotit, ke kisha 79. Dhe çdo gjë mund të lesh apo kur nuk rregullon në këtë, nuk ke rregulluar si gjë në këtë vend. Pra kjo është gjë kryesore, sepse këtu e shikoni edhe vetë, si është vend i shkret, vend i shëruar, sepse bashkia Kurbin nëpërmjet pyjorës se ka pyetje që i ka pas shteti dhe i kanë kaluar bashkive, paktën duhet të kishte bërë sistemimin, prerjen, rrafsh, sistemimin që të dukte diçka që është një lloj si me qenë të pastru shtëpinë. Natyra e bën rikuperimin vetë. Po këta numër 1 duhet kishin bë pastrimin. Domethënë edhe për sy, edhe këto dëmtojnë, se këto karbon i zënë ato pishat e reja që do mbijnë, i zënë poshtë, pra e ngadalsojnë mbirjen. Kjo lloj pishe vetë mbin, domethënë e rikuperohet edhe nga natyra. Një nga këto nga shkaqet që bëhet erozion edhe përmbytet Laçi s'ka qenë përmbytur asnjëherë. Sepse vetë natyra mban një rezervë të madhe, sidomos bimësia, mban një rezervë të madhe që ajo nuk shkon për një herë në destinacion tek përrejtë. Dhe kjo është shkaku kryesor, më thënë. Është shkaku kryesor i erozionit. Dhe prandaj ndodhin edhe përmbytje. Nga ana tjetër, bashkia Kurbin bën me dije se po përgatitet një projekt mbashtrimi për zonën, edhe më pas do të ndërhyhet për ripyllëzimin e sipërfaqeve të djegura gjatë viteve të fundit.